Endrit Nika është dënuar sot me 18 vjet burgim nga gjykata themelore në Prishtinë për vrasjen e të dashurës së tij, shtetases argjentinase Maria Clara Urdangaray. Pas shpalljes së aktgjykimit, familjarët e së ndjerësimi pritën vendimin, por shprehin pakënaqësi për lartësinë e dënimit, duke paralajmëruar mundësinë e ankesës. Menjëherë pas përfundimit të seancës, për media foli nëna e viktimës, e cila tha se procesi ka qenë i rëndë për familjen. Ka qenë e vështirë që nga fillimi për ta përballuar, por kemi besuar gjithmonë në drejtsinë e Kosovës. E vlerësojmë punën e prokurorit Armend Hamiti, i cili sot dëshmoi angazhimin e tij me të gjitha provat që ka paraqitur. Clara e ka marrë drejtsinë dhe falenderojnë të gjithë për këtë, u shpreh ajo. Megjithatë, ajo theksoi se asnjë vendim nuk mund ta lehtësojë dhimbjen e familjes. Presidenta Vjosa Osmani do të marrë pjesë sot në mbledhjen inauguruese të Bordit të Paqes, një nismë me presidentin amerikan Donald Trump, që synon të japë fund konflikteve në botë. Pjesëmarrja e saj është konfirmuar nga këshilltari për media Bekim Kupina. Takimi i parë i bordit do të mbahet në Institutin për Paqe të Trumpit në Washington, ku pritet të shpallen edhe angazhimet financiare dhe ushtarake të vendeve anëtare. Sipas njoftimeve të bëra nga presidenti Trump, shtetet pjesëmarrëse janë zëtuar për më shumë se $5 miliard për përpjekjet e rindërtimit dhe ndihmës humanitare në Gazë, si dhe për angazhimin e mirë të trupave në një forcë ndërkombëtare stabilizuese me qëllim garantimin e sigurisë dhe paqes për banorët e atjeshëm. Çdo vit gjatë muajit të Ramazanit, miliona muslimanë në mbar botën përkushtohen ndaj agjerimit për rreth 30 ditë. Nga agimi deri në perëndim të diellit, ata përmbahen nga ushqimi, duke e kthyer këtë periudhë në një akt të thellë adhurimi dhe disipline shpirtërore. Gjatë kësaj kohe, besimtarët konsumojnë vetëm 2 vakte në ditë, syfyrin para lindjes së diellit dhe iftarin pas perëndimit, por Ramazani nuk është thjesht ndalim nga ushqimi dhe pija. Ai është një muaj reflektimi, përkushtimi dhe afrimi me Zotin. Drejtoria e Arsimit në Prishtinë ka dalë me një vendim për muajin e shenjtë të Ramazanit, e ku ka njoftuar se procesi mësimor duhet të përfundojë deri në ora 17. Është vendosur që mësimit të fillojë nga ora 7:30, të shkurtohet kohëzgjatja mes ndërimit, si dhe të reduktohen pushimet e gjata. Këto ndryshime bëhen me qëllim që procesi mësimor të përfundojë më së largu deri në orën 17. Pa u zvogëluar numri dhe kohëzgjatja e orëve mësimore, duke ruajtur cilësinë dhe vazhdimsinë e mësimit, njofton drejtoria. Një gjykatë e Koreasë së Jugut e ka shpallur të enjtën ish-presidentin Yoon Suk Yeol, fajtor për organizimin e një kryengritjeje. 65 vjeçari është dënuar me burgim të përjetshëm për përpjekjen e tij të dështuar në dhjetor 2024 për të imponuar sundimin ushtarak. Urdhri i Yoon ka zgjatur vetëm 6 orë, por ka tërënditur vendin dhe i ka kushtuar partisë së tij në zgjedhjet e ardhshme. Yoon tashmë po vuan dënimin me burgim për një dënim tjetër për urdhrin e dështuar të ligjit ushtarak. Ai përballet edhe me 2 gjyqje tjera.